Let's talk about your ex. Si së fundmi e vetë kurorzuar si më shumtuara e YouTube-it. Kjo nuk ishte video që unë kisha planifikuar që të bëja, por nga zhvillimet e fundit, breaking news në kanalin tim të YouTube-it, sipas statistikave, unë kam një rritje prej 1257%. Jo, sorry, I'm a bit dyslexic. 1275% nga 28 ditët e kaluara. Që kjo do të përkthehet në numra nga 70 followers që unë kisha. Tani kam 121 dhe faleminderit and welcome! Mirë se vini në kanalin tim Hera in the New Era. Mendova që është momenti perfekt për të prezantuar me mua. Unë për bëja këtë gjën për shoqërinë time, ose më saktë për momentin, për njerëzit që unë njoh, sepse kisha shumë siklet që të nxjerr dhe të shpalos karakterin tim në njerëz të rinj, të panjohur dhe në internet. Tani që jam full on board, mendoj që duhet të më njihni pak më shumë se kush jam unë dhe pse po bëj këtë gjën që po bëj. Por mendoj që mbase you need a close up for this. Nga t'ja nis. Përshëndetje, unë jam Ira. Hera sepse Ira është emri grek i perëndeshës Hera, pra gruas së Zeusit, pra perëndeshës së Olimpit, dhe më tingëllonte shumë bukur në anglisht Hera in a New Era. Në fakt, historia është pak më e gjatë, nëse qëndroni deri në fund të videos, të zbuloni historinë e vërtet. Jetoj në Gjermani dhe jam një software engineer me kohë të plotë. 9 to 5 job. Dhe puna ime e dytë është së fundmi krijimi i kontentit. Jam shumë e re në këtë gjë. Unë nuk jam një influencuese, patjetër që jo, nuk jam një content creator e mirëfillt, nuk jam asgjë e lidhur me perfeksionin. Jam çdo gjë e kundërt e tij. Jam një lëmsh, jam gjithmonë vonë, mendoj një njeri i çrregullt dhe mundohem të balancoj të gjithë gjërat që unë pëlqej me punën. E kam dashur gjithmonë pak të pjesën e editimit, krijimit, por duke qenë se kam qenë një perfeksioniste, doja që të kisha atë gjën magjike për të qenë dhe për tu ekspozuar. Gjë që mendoj që nuk do vi kurrë. Dhe thash, okay, ti Ira, do presësh derisa të plakesh për të patur këtë kontentin perfekt. Dhe u lodha. Pa nisur akoma, kështu që ja ku jam. Unë jam një person që e kam shumë të vështirë të pranoj që bëj diçka jo mirë, ose ta bëj diçka jo mirë. Dhe mendoj që kam bërë zgjedhjen e duhur të hapjes së kanalit, sepse paçka se kam vetëm 3-4 muaj që postoj rregullisht, mendoj që kam mësuar shumë, më ka bërë pak më me këmbë në tokë, më ka bërë të hapur ndaj përmirësimit, të hapur ndaj gabimeve, të pranoj kritika, dhe arsyeja pse unë hapa këtë kanal nuk ishte që të shes mend ose të mësoj njerëz, por thjesht e hapa për veten time si një ditar dhe si një hobi. Doja shumë që njerëzit të cilët më ndjekin të ishin në një zonë të sigurt ku mbase e gjejnë veten dhe ato. Doja të krijoja këtë hapësirën që të tregoj që
po, ne jemi mësuar me këtë jetën perfekte në Instagram, që njerëzit nuk kanë probleme, nuk kanë gjëra jo perfekte, çdo gjë është yll, dhe doja që kjo hapësirë të ishte ky vendi pak kaotik, pak nga të gjitha, pak energji pozitive, por në mënyrën më njerëzore të mundshme. Njerëzit të cilët janë lodhur nga kjo përsosmëria e jetës online, të kenë një mini hapësirë të vogël ku të shikojnë që aty është realisht dikush që jeton jetën si një njeri shumë normal. Dhe ka gjëra që i shkojnë keq, ka gjëra që i shkojnë siç do, po ka dhe gjëra që i ka vështirësi. Dhe mendoj që me kalimin e kohës do kem shumë gjëra për të shpalosur, kështu që stay tuned. Kontenti i këtij kanali do jetë nga më të ndryshmit. Unë, siç thash, dua që ky të jetë ditari im digital, ku unë mund të postoj shumë gjëra, mund të postoj për make-up të lira, mund të postoj për rroba të lira, mund të postoj mbase për rroba të shtrenjta një ditë, mund të postoj një ditë tjetër për make-up të shtrenjta që unë pëlqej. Dhe jo vetëm, mund të postoj vlogje që actually nuk janë vlogje nga të cilët mund të mësosh shumë gjëra, por janë momente reale midis shoqërisë, në jetën time, por gjithashtu në këtë miksin e gjërave, vlogjeve, make-upeve, rrobave, gjërave gocash, ka dhe mini podcastet e mia në cilat unë dua të tregoj pak nga vetja ime, mendimet e mia dhe se si unë logjikoj në këtë vorpull të madhe të informacionit, të jetës së thjesht. Vjen dhe pjesa e gjithë gjërave që mua më interesojnë, si muzika, fotografia, pilates, trash TV, përputhen, Big Brother, everything. Prandaj në shumë nga video do gjeni referenca nga këto gjëra, jo se unë i marr shumë seriozisht ose jeta ime bazohet në to, por sepse unë kaloj një pjesë të ditës duke u kënaqur dhe duke argëtuar me këto gjëra. Informacionet kryesore i mora vesh, ku jetoj dhe çfarë punoj. Kështu që të gjitha të tjera do i merrni vesh në videon në vijim. Dhe me këtë video dua t'ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që keni shtypur atë butonin subscribe dhe ju që do shtypni në kod në vijim. Shpresoj që ky komunitet të bëhet akoma dhe më i madh dhe të jetë një vend ku çdo njeri ndihet sikur përfaqësohet nga unë, kalon bukur. Dhe nëse ti që po shikon ke ndjerë një herë të vetme që nuk i përket Instagramit të përsosur, jeta duhet të jetohet dhe të jetë shumë e thjesht. Mbase ke dhe ato momentet e tua të pasigurisë dhe të pikpyetjes që a janë të tjerë më të mirë se unë, jam duke bërë gjërat siç duhet, a ka të tjerë me pikpyetje të mëdha si unë? Dua të të them që ky është kanali i duhur për ty. Mirë se erdhe! Jam shumë e lumtur për këtë rrugtim që unë kam vendosur të bëj për veten, duke hedhur poshtë të gjitha frikrat që unë kisha, të gjitha problematikat dhe pikpyetjet që unë kisha me veten time, si nga ana e fizikut, por dhe nga ana e oratorisë, dhe tematikave dhe gjërave dhe problematikave që vinë me kanalin. Aq e lumtur sa jam unë me këtë projekt që unë po bëj, shpresoj të jesh edhe ti. Dhe komento nëse ke ndonjë sugjerim për kanalin tim, ndonjë feedback. We are here now. See you soon. Zotejnte, mos haro. Shumërime për ty, ja dole që të vish deri këtu, faleminderit.
Dhe doja të isha pak më personale kur flas për emrin Hera in a New Era, siç ju thash, Hera është gruaja e Zeusit, që në greqisht e ka emrin Ira, kështu që unë mendoj që Ira jeton në një epokë të re, në cilën nuk është shumë thjesht e përshtatshme, Ira, pra, dhe do të thotë që pra perëndesha Hera është shumë e re në këtë botën e re teknologjike, me ndryshime, pra do me thënë, Ira, gruaja e Zeusit në një epokë të re, dhe ky është emri i ditarit të Herës në erën, epokën e re. Hera in a New Era.